Shëndeti dhe koha e lirë janë prej mirësive më madhore që Allahu i lartësuar u ka dhënë shumë njerëzve, por fatkeqësisht ato shpeshherë nuk shfrytëzohen si duhet. Madje, në të shumtën e rasteve, këto dy mirësi nuk vlerësohen, përveç se kur njeriu i humb dhe privohet prej tyre, ose kur sheh dikë që është tepër i angazhuar apo vuan nga ndonjë sëmundje e dukshme. Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh." Dy mirësi janë mashtruar në to shumë prej njerëzve, shëndeti dhe koha e lirë, e transmeton Buhariu. Sahabiu Ebu Darda radhiyallahu anhu thoshte: "O biri i Ademit, ti je vetëm disa ditë, sa herë që kalon një ditë, ka kaluar një pjesë e jotja." Tabiini i njohur Hasan al-Basri, Allahu më shiroft, tregon: "Kam parë njerëz që e ruanin kohën e tyre më shumë se sa dirhemët, më shumë se sa paratë e tyre." Duke parë rëndësinë e këtyre dy mirësive, vërejmë se dietarët musliman të gjitha kohërat e kanë njohur vlerën e shëndetit dhe kohës së lirë dhe i kanë shfrytzuar ato në maksimum. Si rezultati i këtij mirë menaxhimi, ka dashur Allahu Azza wa Jall që ata të lënë pas vetës një numër të madh librash, nga të cilat kanë përfituar njerëzit brez pas brezi. Dietari Ibn Aqil al-Hanbali, i cili ka vdekur në vitin 513 Hijri, thot: "Nuk më lejohet të humbas kot as edhe një çast. Nëse gjuha ime nuk mund të përsëris apo të diskutoj me dikë dhe sytë e mi nuk mund të lexojnë, atëherë mendoj gjatë pushimit dhe nuk ngrihem derisa të kem vendosur çfarë do të shkruaj. Allahu Azza wa Jall më ruajti gjatë rinisë sime dhe ma lidhi zemrën me diturinë dhe nuk kam qëndruar kurrë me njerëz që merren me gjëra të kota, por vetëm me nxënës të dijes." Përkushtimi i Ibn Aqil bëri që të shkruante shumë libra dhe ndër veprat e tij më të njohura është libri El Funun, i cili përbahet prej më shumë se 200 vëllimesh. Dietari i madh Imam Dhahabiu e ka përshkruar këtë libër duke thënë: "Nuk është shkruar në botë libër më i madh se ai." Dietari Ibn Jamaa, i cili ka vdekur në vitin 733 Hijri, jep disa këshilla se si muslimani në përgjithësi dhe nxënësi i dijes në veçanti të ruaj dhe shfrytëzoj kohën e tij dhe të mos ta harxoj atë kohë. Ai thotë: "Është e domosdoshme që nxënësi i dijes të mos shoqërohet veçse me atë nga i cili merr dije ose i jep dije. E nëse shoqërohet me dikë që ja humbet kohën kot dhe nuk i sjell dobi, atëherë ai duhet të gjejë mënyrën e duhur për ta shkëputur këtë shoqëri përpara se ajo të forcohet." Për këtë arsye, shohim se ata të cilët e kanë shfrytëzuar kohën, shëndetin, si dhe mundësitë e tyre, Allahu i ka begatuar në punën dhe trashëgiminë që kanë lënë pas, duke lënë libra prej të cilave përfitojnë breza të tërë. Dietari i madh Nawawiu, i cili ka vdekur në vitin 676 Hijri, Allahu i ka dhënë begati të madhe në kohën e tij. Librat e tij të mëdhenj të vegjël kanë gjetur pranim të jashtëzakonshëm në mesin e dietarëve si dhe tek njerëzit e thjeshtë, duke u shndruar në librat më të përhapur në fushën e tyre, megjithse ai jetoi vetëm 45 vite. Kur përmenden 40 hadithet, menjëherë kujtohet libri i Imam Nawawiut, megjithse janë qindra libra të cilët kanë mbledhur 40 hadithe. Po ashtu Riyadus Salihin, shpjegimi i Sahih Muslimit, si dhe libra të tjerë të tij. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja, duke treguar për mësuesin e tij Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, thot: "Kam parë tek Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah një forcë të jashtëzakonshme në ecjen e tij, në të folurit e tij, në guximin e tij, si dhe në shkrimin e tij. Ai shkruante për një ditë aq sa një person që merret me shkrime i shkruan për një javë ose më shumë." Pra, Ibn Taymiyyah, Allahu më shiroft, shkruante në një ditë të vetme aq sa një person që merret me shkrime i duhet një javë gjitha apo edhe më shumë për ta shkruar, duke marrë parasysh se ai i cili thjesht kopjon tekstin e gatshëm para tij e ka shumë më të lehtë se sa ai që shkruan dhe formulon një libër. Për këtë arsye, siç tregojnë nxënësit e Ibn Taymiyes, Ibn Abdul Hadi dhe Dhahabiu, Allahu më shiroft, thonë nuk përjashtohet që librat e Ibn Taymiyes të arrijnë më shumë se 500 vëllime. Kjo është rruga e dietarëve dhe e njerëzve me vullnet dhe vendosmëri të fortë. Ata e kuptojnë vlerën e kohës dhe të shëndetit dhe shfrytëzojnë në maksimum mirësitë dhe mundësitë që u ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Lutim Allahun të na jap shëndet në kohën dhe mundin tonë.